ajo çfarë thuhet nga prindërit në këtë rast, nga ajo çfarë kanë mësuar nga fëmijët, nga nxënësit, thonë që ju është thënë që zbrisni, do të thënë mund të hidheni nga balkoni sepse mund të ringjalleni sërish edhe mund të jepni detyra sa i përket lidhjes me Zotin, që mund të kenë edhe veprimeve të mira, që mund të bëjnë botën e përtejshme dhe ndryshimet që mund të jenë. A ka prezencë të nxënësve aty, Adelin? Mund të hidhesh nga balkoni dhe të rikthesh. Ndoshta edhe për shkak se futen edhe më herët në momentin që ne nuk erdhëm, nuk është se kishte nxënës këtu, duke i sigur kishte vijuar mësimi normalisht, pra edhe nëse shikojmë pak më tutje, është roja e shkollës që gjendet në çdo shkollë që qëndron në hyrje dhe kanë vijuar procesin normal. Nga shkolla arrin të ndihet edhe të dëgjohen zëra fëmijësh që mund të jenë duke kryer lëndën e aktivitetit fizik, ku ndihen që po luajnë, e nga ana tjetër kemi edhe mësimdhënie normale në duke të parë. Banorët aty ose dikush që mund të jetë shumë afër shkollës ka dëgjuar në lidhje me këtë mësues, me këtë ngjarje, në kuptimin të vetës së parë, a e njohin? Deri në momentin që po publike, ata nuk kishin informacion mbi ngjarjen, pra nuk e dinin që në këtë shkollë ndodhte dhe të paktën flitej për Zotin, flitej për Jovarin.